Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Komisioneri Evropiane për zgjerimi kërkon bashkëpunim nga vendet anëtare për anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor, pas takimit të parë ministror të ministrave të jashtëm të grupeve të miqve të Ballkanit, mbajtur në Bratislav të Slovakisë. Marta Kostën vizoi se Bashkimi Evropian nuk mund të lejojë që boshllëqet e sigurisë të rriten në fqinjësinë e saj, teksa shtoi se në këtë situatë gjeopolitike për herë të parë ka forca të jashtme destabilizuese që duan ta shojnë Bashkimin Evropian dhe vendet aspiruese të dështojnë në procesin e anëtarësimit, dhe ato forca mund të ndërhyjnë dhe të përdorin vendet kundërnesh. Marta Kos deklaroi se me Shqipërinë kemi hapur të gjithë kapitujt dhe shpresojmë të ecin drejt mbylljes së tyre sa më shpejt të jetë e mundur, ndërsa Maqedonia e Veriut sipas saj kohët e fundit ka përshpejtuar ritmin e reformave. Faktori shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian ishin në thelb të takimit mbajtur në Tetov ndërmjet deputetit Partisë Socialiste të Kuvendit të Shqipërisë Piro Vengu me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Vengu vlerësoi figurën dhe rolin e Ahmetit në politikën shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ndërsa theksoi rëndësinë e faktorit shqiptar si forcë stabiliteti dhe orientimi evropian. Në Tetov me kryetarin historik dhe shqiptarin e përkushtuar Eli Ahmeti, një figurë që vazhdon të mbetet pikë reference edhe kur kohët ndryshojnë, shkruan ish ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu. Lufta kundër organizimit ilegal të lojrave të fatit në Maqedoninë e Veriut dhe reklamimi agresiv ishin dy nga çështjet kryesore të trajtuara nga ligji i ri për lojrat e fatit. Zëdhënësja e qeverisë, Venera Azizi, vlerësoi se është miratuar një tekst i ri i propozim ligjit për lojrat e fatit që më pas do dërgohet për procedura të mëtejshme në kuvend. Për herë të parë vendosen kufizime të rrepta për reklamimin e lojrave të fatit. Ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit. Ndalohet përdorimi i mesazheve që bixhozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet personale dhe sociale. Po ashtu ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve. Sipas saj, ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijëve, brezave të rinj dhe familjeve, si dhe mbrojtjen e procesit arsimor dhe sigurisë së nxënësve. Me ligjin parashihet që të gjithë objektet ku organizohen lojrat e fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në bastoret që ndodhen brenda një rrezeje prej 500 metrash nga shkollat nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike, videolotari dhe pajisjeve të tjera për lojrat elektronike të fatit. Bullgaria paralajmëron Maqedoninë e Veriut se nuk do të ketë ndryshime në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian deri në zbatimin e marrëveshjes mes dy vendeve. Ministri i jashtëm bullgare, Vasisleva Petrova Kamova, e cila ende nuk e ka marrë detyrën, deklaroi se Maqedonia duhet i përmbahet asaj që është rënë dakord me Bashkimin Evropian në vitin 2022 dhe të ndërmarrë hapat e nevojshëm politik nëse dëshiron të vazhdojë procesin e integrimit evropian. Petrova Kamova theksoi se dritarja e zgjerimit të Bashkimit Evropian mund të hapet në vitet e ardhshme, por se Maqedonia rrezikon ta humbasë të mundësi nëse nuk i përmbush detyrimet e saj. Rajoni. Zëvendës kryeministri i parë në detyrë dhe ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa në takimin e ministrave të punëve të jashtme në formatin miq të Ballkanit Perëndimor dhe partnerët të BE-s, i cili u mbajt në kështjellën e Bratislavës në Slovaki, theksoi se Kosova mbetet e gatshme për marrjen e statusit të vendit kandidat dhe nisjen negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në seancën e dytë e fokusuar në sigurinë si dimensioni i ri i integrimit evropian e ju ndal tek rëndësia e integrimit gradual të vendeve të Ballkanit Perëndimor në arkitekturën europiane të sigurisë. Ai deklaroi se anëtarësimi i vendeve të rajonit që ende nuk janë pjesë e aleancës mbetet interes strategjik për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe të Europës. Procesi i normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte në thelb të takimit të mbajtur në ambasadën e Kosovës në Bruksel. Në takim morën pjesë ministri i detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njusa me kryenegociatorin Agron Bajramin dhe të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Së bashku me kryenegociatorin Agron Bajrami riafirmuam se Republika e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar dhe angazhuar në mënyrë konstruktive me synimin e qartë për të përfunduar procesin përmes njohjes së ndërsjellë, thuhet në njoftimin e ministrit të jashtëm të Republikës Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Ahmet Ismaili, priti misionin e asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe konfirmon përkushtimin për avancimin e kornizës së stabilitetit financiar dhe institucionalizimin e stresit si mjet kyç për monitorimin e rrezikut sistematik dhe komponenti integruar i analizës së stabilitetit financiar.
Zyrtarisht diskutimet janë fokusuar në kalibrimin e skenarëve makroekonomik. Banka Qendrore e Kosovës bëri të ditur se projekti pritet të forcojë kapacitetet analitike të institucionit, të përmirësojë cilësinë e kornizës së stres testimit dhe të mbështesë një qasje më të integruar në monitorimin e rreziqeve dhe likuiditetit në sistemin bankar të Kosovës. Sindikata e pavarur e minatorëve të Trepshës ngre alarmin për gjendjen e rëndë në kombinatin Trepsha, duke akuzuar drejtuesit dhe institucionet për mungesë investimesh, kushte të rënda pune dhe neglizhencë të minatorëve. Pas takimit me bordin mbikëqyrës të ndërmarrjes, sindikata tha se minatorët përballen me mungesë të mjeteve të bazë të punës, kushte të pasigurta dhe probleme të shumta financiare, ndërsa bara keq menaxhimit prej dekadash sipas tyre po mbartet punëtorëve. Minatorët kanë shprehur pakënaqësi dhe për paga, duke thënë se puna e rëndë në minier vazhdon të paguhet në mënyrë qesharake, ndërsa kushtet e punës po dëmtojnë seriozisht shëndetin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare firmos marrëveshje me bankat me synim dyfishimin e sipërmarrjes private. Prioritet parashikohet të jetë sektori bujqësisë dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. I pranishëm në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gen Sejku, bëri thirrje bankave të rrisin vëmendjen dhe këtyre bizneseve. Sektori bankar shqiptar ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të rritjes së kreditimit. Portofoli kredis për sektorin privat shënoi vlerën e 907 miliard lekëve në fund të muajit mars 2026, po ashtu kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje mesatare vjetore rreth 15% gjatë 2 viteve të fundit, ose afërsisht 107 miliard lekë në vit. Ndërkohë që kredia e re e dhënë gjatë vitit 2025 ishte rreth 423 miliard lekë. Kredi me norma të ulta interesi, garanci sovrane dhe grante financimi është projekti i qeverisë në ndihmë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ministri i Financave Petri Tmale, i pranishëm në ceremoninë e nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit, nënvizoi se sipërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë shtyllën kryesore të ekonomisë shqiptare. 78% e vlerës së shtuar në ekonomi vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra kjo tregon që sektori ku janë të përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një nga sektorët të cilët kanë peshën kryesore në ekonomi, si në prodhim, si në shërbim dhe në gjitha aktivitetet e tjera ekonomike. Sipas tij, synimi është t'i mbështesim jo vetëm në rritjen e kapaciteteve, por dhe tek digitalizimi, eficiencë e energjisë dhe fusha të tjera. Kjo nismë do të mbështetet fillimisht me linjën e kredisë të çelur tashmë nga Banka e Shqipërisë në vlerën 250 milion euro, linjë kredi e cila do të ofrohet me norma të ulta interesi, pra kredi të buta, të cilat do të jenë norma edhe më të ulta se sa ato që ofrohen aktualisht nga sektori bankar. Ministri i Ekonomisë së Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, premton se shteti do të ndihmojë tek sipërmarrjet e vogla dhe të mesme me një garanci deri në 70% të vlerës së kredisë. Në një takim me përfaqësues të qeverisë dhe sektorit bankar me pjesëmarrjen e kryeministrit Edi Rama, Ibrahimaj deklaroi se Shqipëria regjistroi një rritje të qëndrueshme ekonomike në vitet e fundit. Sipas saj, objektivi i qeverisë është që kjo rritje të vijojë të përshpejtohet përmes mbështetjes së sektorit privat dhe rritjes së investimeve. Sot ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm, atë të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të krijimit të kushteve për gjitha bizneset shqiptare që të integrohen në tregun e përbashkët evropian, i cili ka mbi 450 milion banor. Ka dhe sfida të mëdha, të cilat lidhen me arritjen e standardeve, me krijimin e mundësive për të nxitur eksportet, pra me rritjen e produktivitetit të bizneseve shqiptare. Kryeministri Edi Rama kërkoi nga bankat të jenë më tepër të guximshme në mbështetjen ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kreu i qeverisë shqiptare deklaroi se në memorandumin e bashkëpunimit për projektin dyfishos sipërmarrjen tënde është rënë dakord që interesi kredis të jetë minimumi 2% dhe maksimumi 3%. Do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%. Dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Ndërsa garancia sovrane varion nga 30 deri në 70% sipas nivelit të riskut. Nuk do harroj të them se bankat duhet të jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku patjetër niveli i riskut është i lartë. Albania paralajmëron ndërprerje të pjesshme të shërbimeve, duke filluar nga data 15 maj në orën 22 deri në orën 18 maj në orën 8. Shërbimet online përmes këtij portali do të jenë përkohësisht jashtë funksionit.
shkak është bërë përditësimi të dhënave. Në kuadër të përmirësimit të infrastrukturës teknologjike dhe rritjes të performancës së shërbimeve publike online, portali e-Albania do t'i nënshtrohet një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik, thuhet të njoftimi zyrtar. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen të ulin tensionin me Kinën. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se ka shumë çështje për diskutuar me presidentin kinez Xi Jinping, por nuk mund të thonte që Irani është një prej tyre. Gjatë zhvillimeve të konfliktit, Trump ka ndryshuar qëndrimet duke shprehur her pa kënaqësi se Kina nuk ka bërë mjaftueshëm për të ndikuar Teheranin dhe herë duke pranuar se qeveria e Xi Jinping ka ndihmuar në uljen e tensioneve në muajin e kaluar, duke nxitur Iranin të kthehet në bisedimet për anëpushim kur negociatat ishin në rrezik dështimi. Moska rikthen vëmendjen te kapacitetet bërthamore. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia ka arritur kapacitete bërthamore që nuk ka të ngjashme në botë, ndërsa puna për përmirësimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor ka vazhduar pa ndërprerje që nga fillimi i viteve 2000. Putin tha se pas tërheqjes së SBA-s nga traktati për mbrojtjen kundër raketave balistike në vitin 2002, Moska u detyrua të mendojë për garantimin e sigurisë strategjike në kushte të reja dhe ruajtjen e ekuilibrit strategjik të forcave. Putin theksoi se në vitin 2004 filloi puna për sistemin e raketave ndërkontinentale Avangard, i cili është në detyrë luftarake nga viti 2019, ndërsa nga viti 2025 edhe sistemi raketor toksor me rreze të mesme Oreshnik është vënë në shërbim luftarak dhe se mund të pajiset edhe nga koka bërthamore. Bashkimi Evropian po ndryshon rregullat për shoferët. Një paketë e re masash që do të sjellë një patentë digjitale drejtimi, një periudhë prove më të rrept për shoferët e rinj, një sistem më të fortë për ndëshkimin e shkeleve të rënda dhe mundësinë e një ndalimi të vetëm drejtimit të vlefshëm në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian. Një nga ndryshimet më të dukshme është patenta digjitale e drejtimit. Rregullat e reja parashikojnë gjithashtu një periudhë prove prej të paktën 2 vitesh për të gjithë shoferët e rinj. Gjatë kësaj periudhe do të zbatohen rregullat e rrepta për drejtimin e automjetit, në ndikimin e alkoolit, drejtimin e automjeteve të rrezikshme dhe shkelje të tjera që mund të rrezikojnë sigurinë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.